Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Eko Puls me mua Fatos Veçoli, si çdo të mërkurë mbrëma drejt për së drejti në orën 20 nga studio kryesore e televizionit Skan. Duam të flasim sot për një temë shumë të ndjeshme për çdo qytetar të Republikës, për gjithë secilin prej nesh, për sigurinë ushqimore dhe kemi titulluar gripi i shpendëve dhe mandarinat. Për të bërë realisht një bilans, por edhe një situatë konkrete të atyre që merren përdit me sigurinë tonë ushqimore. Sonte kemi nderin të kemi zotin Martin Mici, drejtori i përgjithshëm i sigurisë ushqimore, veterinarisë, mbrojtjes së bimëve dhe peshkimit pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Zoti Mici, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kemi mes nesh zotin Agim Rapaj, mik i emisionit, kryetari i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar. Zoti Rapaj, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Faleminderit. Kemi profesoresh asociuar doktor Tana Kika, këshilltare pranë Ministrit të Bujqësisë dhe të Zhvillimit Rural. Profesoresh Kika, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, kënaqësi jam studio. Dhe kemi zonjën Ira Allkoshaj, përgjegjëse e sektorit të koordinimit të kontrollit të ushqimit për kafshë dhe operatorëve të biznesit ushqimor pranë Agjencisë Kombëtare të Ushqimit. Zonja Allkoshaj, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Për më shumë, po ndjekim një editorial që kemi përgatitur dhe pastaj menjëherë do t'i kthehemi pyetjeve me të ftuarit në emision. Në ditë e para të marsit, sëmundja e influencës aviare tipi H5N1 e përhapur nga shpendët e egër shtektar, e quajtur ndryshe gripi i shpendëve, u bë pranishme edhe në vendin ton pasi preku rreth 21 shtete në Europë. Tek ne sëmundja preku një stabiliment për prodhimin e vezëve në qarkun e Durrësit. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mori masat menjëhershme pas njoftimit të Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve për të izoluar rastin dhe për të parandaluar përhapjen e tij. Në stabilimentin e prekur u azgjesuan 69.000 pula të konstatuara me grip, kryesisht shpend në fund të ciklit të tyre të prodhimit. U bllokuan dhe u azgjesuan nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit edhe 250.000 kokra vezë të gjetura gjendje në datën 3 mars në këtë stabiliment. Por qytetarët e shqetësuar se mosvezët e blera në treg nga ky stabiliment kanë qenë edhe ato të infektuara, veterinerët shprehen se pula e prekur nga gripi i shpendëve nuk bën më vezë dhe ngordh. Ministria e Bujqësisë siguron konsumatorët se asnjë nga vezët e gjetura në magazin në stabilimentin e prekur nuk ka dalë në treg dhe se është kontrolluar i gjithë segmenti i tregut për vezët e prodhuara në këto data. Ndërkohë, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe i Mbrojtjes së Bimëve ka njoftuar që të gjitha 68 kompanitë e mbarështrimit të shpendëve në Shqipëri që të marrin masa për biosiguri në stabilimentet e tyre. Shërbimi veterinar në rang vendi po e monitoron me përgjegjësi situatën. Gripi i shpendëve ka shkaktuar dëme masive në Shqipëri 3 vite më parë në vitin 2022 në një numër të lartë shpendësh o boresh, atyre për prodhim vezësh si dhe atyre të egër. Ndërkohë një pjesë e madhe e mandarinave shqiptare të ngelura stok në tregun e brendshëm që nga dhjetori 2024 janë pengi një keq kuptimi të madh. Më 29 nëntor deri më 18 dhjetor 2024, dogana në Kroaci refuzoi 4 ngarkesa me mandarina nga Shqipëria për pranitë e elementëve nga 2 pesticidet ndaluara në Bashkimin Evropian, kloropirifoz dhe fosmet. Gjatë periudhës dhjetor 2024-10 mars 2025 janë rreth 1200 ngarkesa me mandarina shqiptare që janë eksportuar kryesisht nga njëjta doganë në Kroaci dhe nuk ka patur asnjë kthim mbrapsht të ngarkesave. Por pse qytetarët tanë në shumicën e tyre refuzuan të trembur të blenë mandarina në treg, a bëhet fjalë për një keq kuptim të madh? Atëre, profesoresh Kika, çfarë është gripi i shpendëve për të gjithë ne që nuk edhe dim, vetëm e kemi dëgjuar si emër, dhe si është situata sot në botë, në kontinentin tonë dhe në vetë vendin tonë? Atëherë duhet të them Regjia, lutem grafikun e parë. Pikës pari që gripi i shpendëve është një sëmundje virusale, është shkaktuar nga virusi ortomiksovirusi tipit A. Është i njohur për prekje të shpendëve të cilës do lloj specieje, qoftë shpendëve të egër, atyre migrator, po kështu dhe të shpendëve shtëpiak apo atyre të mbarshtuar në stabilimente. Situata me gripin e shpendëve ka ardhur në evolim. Në fakt kanë qenë disa valë epidemie, cilat kanë shpërthyer në shumë rajone dhe vende të botës. Piknisja e këtij virusi, e këtij infeksioni virusal vjen prej vendeve të Azisë.
dhe pikërisht migrimi i shpendëve migratorë nga vendet e Azisë në fund të vjeshtës për shkak të ndryshimeve klimaterike dhe kalimi i tyre nëpër zonat e Europës veriore më pas në Ballkanin Perëndimor, ndodh pikërisht në fundin e vjeshtës, diku nga fillimi i muajit tetor deri në përfundim të pranverës. Kohë e cila përkon dhe me ngrohjen e motit në vendin ton apo dhe në shtetet tjera të Europës. Sikur se thash, ka pasur një sër epidemish. Vitin 2016 deri në vitin 2021 kanë qenë disa valë. Disa valë. Tu kemi disa të përmendura pandemia. To janë rastet në Shqipëri. Në 2006. Shqipëri ka qenë e izoluar në 4 valë epidemike. Në vitin 2006, pastaj u izolua, përsëri u konfirmua prezenca e këtij virusi në vitin 2021. Më pas pati shpërthime në shpendari në vitin 2022. Mars 2022. Po, dhe në të njëjtën periudhë 3 vjet përpara. Po, në të njëjtën periudhë në mars të 2025-s patëm gjithashtu shpërthim në një stabilimet. Ndërkohë që kujtoj që paraprakisht në fund të vitit 2024 kemi pasur disa shpërthime në vatrat vogla, shpendoboresh, gjithashtu dhe në shpend të egër. Pikërisht sepse është një smundje që vjen nëpërmjet migrimit dhe shtektimit të këtyre shpendëve, të cilët gjatë periudhës tranzitore apo kalimit nëpër zonat saktuara arrin të kontaminojnë ose të shpërndajnë infeksionin qoftë në rrugë drejt për drejt, nëpërmjet kontaktit drejt për drejt me shpendët e ekspozuar, që janë shpendët e oboreve, po kështu dhe në rrugë të thërthort me shpendë cilët mbahen në mjedise të mbyllura. Kontakti drejt për drejt, profesore, ka të bëjë me faktin që ato shkojnë u marrin ushqimin dhe pastaj duke marrë ushqimin e shpendëve të oborit infektojnë edhe vetë shpendët? Janë disa rrugë. E para njerë është një virus i aparatit respirator. Pra, rruga kryesore e shpërndarjes është kontakti i drejt për drejt i frymëkëmbimit, pra shpërndahet përmes ajrit, po kështu nëpërmjet aerozolit, që do të thotë rrjedhjet nazale, oronazale të shpendëve të infektuar apo dhe materialet e tjera fekalore, janë burim potencial i shpërndarjes së këtij virusi në mjediset e hapura dhe po kështu kjo favorizohet shumë sepse sikur se thash këta shpend shtektojnë ose kalojnë nëpër Shqipëri pikërisht në fund të vjeshtës deri në fund të pranverës ose fillim verës. Gjë që nënkupton që kushtet klimaterike nuk janë të nxehta. Është një virus i ndjeshëm ndaj temperaturave të nxehta, por është mjaft rezistent në mjediset hapura, sidomos në mot të ftohtë dhe me lagështirë, që është pikërisht vjeshta e Shqipërisë dhe pranverës. Prandaj edhe shpërthen pikërisht në këto kohra. Ndërkohë këtu në zoti Mici kemi disa shifra. Marsi 2022 duket që ishte edhe periudha që jemi prekur më fort në nivel të themi shpendëve të asgjësuar për shkak të prekjes së tyre nga ky virus. Ndërkohë që tani jemi tek niveli 68.000, në mos gaboj mundet të jetë shtuar ndoshta edhe shifra e marsit të këtij viti. Si është situata? Atëherë, dua të theksoj paraprakisht që ky është rasti i 6 që ne përballemi që prej vjeshtës dhe deri tani në muajin mars me situata të gripit shpendëve. Por është i pari që ka rënë në një stabiliment, pra që... Më përpara ka rënë vetëm në obore fermerësh. Si që tha dhe më obore përpara, shtëpiake. po, duke qenë se ky virus është tejet transmetues, do preki fillimisht, dhe logjika thotë që do preki fillimisht pulat e oborit, ku masat e biosigurisë janë më të ulta. Pra, pulat e oborit në fermat e vogla janë në kontakt më të shpesht me shpendët shtektarë që mund të vinë kërkojnë ushqime dhe të futen në obor. Gjithsesi, ne kemi evidentuar çdo rast, qofshin edhe fermat vogla. Edhe në oboret e fermerëve. Sepse është një protokoll i tërmasash i cili ndërmerret në çdo njoftim që ne kemi. Ashtu siç kemi pasur rast edhe për shpend të egër, kemi pasur njoftimin diku në prani të lagunës së Nartës, në zonën e Vlorës, kemi pasur një vatër nga shpendët e egër, e cila po ashtu është izoluar si zonë, shpendët janë groposur, janë asgjësuar dhe është kryer i gjithë protokolli edhe në zonat 3 dhe 10 kilometrat të cilat në planin e masave që autoriteti kombëtar i veterinarisë ndërmerr,
nënkupton të gjithë krehjen e zonës, po ashtu dhe skuadrat e veterinerëve në terren të cilët kontrollojnë dhe evidentojnë nëse të kemi vatra të tjera të prekur. Me krejët të zonës, kuptojmë që veterinerit, grupi i krijuar i veçantë, shkon shtëpi më shtëpi, që kanë oborret e tyre dhe i pyet keni shpend të infektuara, si bëhet kreja? Atëherë, fillimisht, po ju jap gjithë protokollin e veprimeve. Lutem se duam që edhe qytetarët të jenë të bindur që nuk kanë ngelur si thua vatër e pa kontrolluar e pa testuar. Atëherë, me marrjen e njoftimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë është prezent në vend, merr kampionët dhe i çon për analizim në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Sa po konfirmohen pozitiv me gripin e shpendëve, menjëherë hyn në veprim plani i masave të ndërmarra. Pra, që do të thotë, të gjithë veterinerët e zonës janë në terren, paralelisht njoftohen strukturat të tjera, të cilat në shtabin e emergjencave që ngrihet me këtë rast, përfshin dhe Ministrinë e Mjedisit, Institutin e Shëndetit Publik, prefekturën, Bashkinë Përkatëse. Kjo e para për të kufizuar lëvizjen e shpendëve dhe të kafshëve në atë zonë, por edhe për të ndërmarrë një sër masash të tjera, siç janë edhe tamponimi, domethënë marrja e tamponeve tek njerëzit, nëse pra, po, sepse është një grip që ka pasojë edhe në shëndetin e njerëzit. Ka patur raste që është transmetuar edhe tek njerëzit. Po ashtu në terren janë dhe veterinerët, të cilët në çdo fermë të vogël qoftë apo dhe stabilimentet e mëdha janë prezent e para tek stabilimentet për të thënë që duhet të jenë në alert dhe rriten akoma më tepër edhe masat e biosigurisë në këto stabilimente. Pra janë në vigjilencën maksimale. Patjetër. Çdo stabiliment. Kemi 68 të tillë, duket në të gjithë. Po, janë 68 që janë edhe për mbashtimin e zogjve për mish, po ashtu edhe për prodhimin e vezëve. Por edhe tek fermerët e vegjël, siç thash, sepse kyçi i luftimit të këtij virusi është reagimi në një kohë sa më të shpejtë. Është bërë ky reagim në momentin e datës 2 ose 3 mars? Po. Pra, me të marrë njoftimin, veterinerët kanë qenë prezent në stabiliment, janë konfirmuar... Po ditë që doli situacioni. Po, janë marrë mostrat, janë konfirmuar analizat në një kohë rekord dhe në ad hoc është mbledhur dhe shtabi i qendrës së krizës, pra menaxhimi i qendrës së krizës. Je përmendur, domethënë, meqense është rreth i Durrësit, është pushteti vendor atje, është Ministria e Shëndetësisë përfaqësuesit. Ata njoftohen në çdo rast, por shtabi i qendrës së krizës mbledhet në ministri. Kur diskuton masat e shtuara që duhen marrë, përtej atyre masave që janë normale, pra të gjithë protokollin e hartuar paraprakisht në çdo rast që mund bjerë smundja. Pra, është e qartë se çfarë do veprosh. Vepron 1, 2, 3, momentin që merr njoftimin që kjo smundje ka rënë. Po. Ishte rasti i parë për këtë vit që ka rënë në një stabiliment, sepse siç thashëm përpara rastet e tjerë kanë qenë në obore. Shtëpiak. Dhe kjo na ka bërë akoma më shumë alert për të thënë që shiko se gripi është këtu dhe stabilimentet, të paktën atje ku dëmi është edhe më i madh, duhet jenë me masa biosigurie të shtuara dhe të zbatuara. Është reaguar në kohë rekord, janë vendosur masat kufizuese për zonën 3 dhe 10 kilometra, kryesisht... Fakti që stabilimentet e tjera që ishin shumë afër, kërkojnë ndjesë se ju ndërpreva, nuk pati, shqyqyr zotit, nuk pati raste të gripit shpendëve, tregon që masat janë marrë në kohë. Dhe kanë qenë efektive. Është drejt, po, është ashtu. Megjithatë, jemi në një situatë alert, pra nuk mund të themi në asnjë moment. Rreziku s'ka kaluar në këtë kuptim. Sakt. Rreziku është prezent. Po ashtu koha e veprimit të autoritetit të kombëtar veterinarisë ka qenë e shpejtë, si për azgjësimin, ashtu dhe për krehjen e zonës, apo për ndalimin e masave e lëvizjes së... Për sa kohë u azgjësuan pikërisht këto 68.000 pula që kemi edhe në grafik? Atëherë, azgjësimi filloi që ditën e marrjes njoftimit të ndodhjes. Me marrjen e njoftimit, po, me marrjen e njoftimit dhe me konfirmimin, ne ishim prezent dhe azgjësimi filloi, pra në 2 ditë janë azgjësuar të gjitha këto... Të gjitha pulat e infektuara stabilimentit u azgjësuan brenda 48 orësh. Po flasim në kapanonin që kishte ngordhje. Ndërkohë,
masat e tjera që u morën brenda një periudhë shumë të shkurtër kohe, sollën që impjantet e tjera të prodhimit të vezëve në zonën e Rashbullit, se kjo ishte zona ku njëri stabiliment u prek, të mos preken. Dhe realisht është gjë e mirë, njerëzit mund të thonë është fat, por nuk më duket aq fat se kanë qenë shumë afër njëra tjetrës. Dhe vetëm karantinimi, si mund të quhet, në shprehje mjekësore, bllokimi i stabilimentit, Po. Stabilimenti është vendosur në karantinim dhe siç thash, përveç se karantinimit, prezenca e veterinerëve, po ashtu edhe të autoritetit kombëtar të ushqimit. Aty kanë qenë veterinerë, në ditë natë në kuptimin. Edhe veterinerë, por edhe autoriteti kombëtar të ushqimit, sepse ne sigurohemi që asnjë nga do na flasi zonja Alkosha, ndoshta pak më në detaj. Produktet e infektuara me grip të mos jetë në treg. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, juve bllokuat vatrën, bët mundur që çdo situatë shpendi infektuar ta zgjesohet. Azgjësimi besoj është me groposje? Si u krye? Azgjësimi vazhdon, pra janë disa mënyra se si mund të azgjësohet. Pra në planin e masave mund të jetë me groposje, mund të jetë me incinerim, apo dhe në rendering. Por jo ushqim për kafsh apo për njerëz. Pra bëhet fjalë për situatë shkëputet zinxhiri në biodiesel. Po, ky shpendi infektuar nuk figuron në asnjë vend. Ky shpendi infektuar, po ashtu edhe vezet, pra nën produktet. Shpendi dhe vezet infektuar. Po, asnjë nuk lejohet që dalin në treg dhe nuk janë kursesi për nuk ka dalë në treg. Absolutisht. Të pyetje po ja bëjmë pikërisht zonjës Alkoshaj, si përfaqësuese e autoritetit kombëtar të ushqimit, si u bë e mundur këto qindra mira vezë, që ishin edhe gjendje në momentin kur ra, se tu është njoftimi, u shpall njoftimi, duket ka qenë data 3 mars, mos gaboj, të mos depërtojnë pastaj në treg. Sepse lidhja është shumë e afërt, jemi në qendër të vendit, në Rashbull, në Durrës, dhe mjafton një gjysmore që të kapësh qoftë qytetin e Durrësit apo një orë Tiranë. Kjo tregon që sistemi ka funksionuar në kohë reale. Autoriteti kombëtar i ushqimit në kuadër të garantimit të sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së shëndetit të konsumatorit, me marrjen e njoftimit nga autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve, pasi ka dalë konfirmimi i rezultatit nga Instituti i Referencës për influencën aviare, në datë 3/3 ka marrë masa për të qenë pranishëm në stabilimentin prodhues me qëllim bllokimin e produktit vezë në ambientet e këtij stabilimenti, duke bërë të mundur që ky produkt mos të dalë në treg. Nuk ka dalë një vezë vetë me infektuar? Jo, ky produkt nuk ka dalë në treg. Veza infektuar nuk ka dalë në treg, qëndron e bllokuar në stabilimentin prodhues nga data e shfaqjes së sëmundjes e në vijim deri ditën e sotme që jemi duke folur në deri tani që flasim? Deri tani që flasim. Autoriteti kombëtar i ushqimit në kuadër të planit të kontingjencës ka marrë masa për të monitoruar dhe kontrolluar tregun për produktin vezë që vjen nga stabilimenti i infektuar që janë prodhim pas datës 1/3. Në kuadër të këtij monitorimi janë tërhequr nga tregu 6758 kokra vezë, nga monitorimi i 800 subjekteve tregtuese, janë grumbulluar, janë bllokuar dhe kanë destinacion eliminimin e tyre. Aktualisht janë në magazinën qendrore të stabilimentit dhe në ditët në vijim do të procedojmë për eliminimin e gjithë vezëve të bllokuara nga tërheqja nga tregu dhe vezëve të cilët janë të bllokuar në stabiliment nga data 3 që u shfaq sëmundja e në vijim që shkojnë diku te 561.180 kokra vezë. Pra mbi gjysmë milioni kokra janë të bllokuar në stabiliment. Të infektuara nuk kanë dalë në treg. Nuk kanë dalë në treg, jo. Qëndrojnë të bllokuar në stabilimentin prodhues. Qoftë edhe një vetëm. Jo, nuk kanë dalë në treg. Zoti Rapaj, arsyeja pse ju faleminderit shumë që pranuat të vinit, ishte se është një situatë për herë të parë, tha edhe drejtori, është që bie ky grip shpendësh në një stabiliment, masat duket që janë marrë në kohë reale dhe garancia duket e plot, asnjë vezë nuk ka depërtuar në treg, aq më tepër edhe këto shpend që ishin për prodhim vezësh gjithashtu janë izoluar dhe janë azgjësuar në gjykimin tuaj. Ju bëni shumë mirë që e bëni transparente këtë situatë, sepse shumë e rëndësishme transparenca në këto momente, sepse na shërben për të bashkërenduar gjithë veprimtarinë që ne kemi në përballimin e kësaj fatkeqësie.
edhe ky emisioni juaj, por edhe informacioni që dha Ministria e Bujqësisë dhe AKU-ja, i shërben sektorit privat për të ndërgjegjësuar për rrezikun e madh që ka mungesa e vëmendjes në këtë moment të vështirë që ne po kalojmë. Po kalojmë sektori privat një moment të vështirë dhe veçanërisht subjekti i përkatës, por jo vetëm. Sepse në vijimësi risku ekziston dhe për gjithë subjektet e tjera. Po, e përmendje dhe drejtori tha. Dhe ky moment ende situata është në emergjencë. Ky moment është shumë i rëndësishëm për të ndërgjegjësuar dhe për të informuar të gjithë publikun, në radhë të parë konsumatorin, për rëndësinë që ka ky moment i vështirë, por edhe sektorët e tjerë dhe kolegët e tjerë të këtij stabilimenti, cilët kanë të njëjtin risk siç e ka pas dhe ky. Kjo situatë e vështirë kuptohet kërkon angazhimin e të gjithëve, që nga media deri tek më i fundit, deri tek ai që jatari që ose del për gjah ose del për të vëzhguar, tek rojtari i pyjeve, tek kushdo, në mënyrë të tillë që sapo të shohin një shpend të ngordhur apo një shenjë të njoftojnë menjëherë sepse kjo është e rëndësishme. E dyta, unë do e bëja thirrje veterinerëve privat dhe sektorit privat në veçanti pavarësisht nga puna që bëjnë organet shtetërore, të shtojnë veprindarinë e tyre dhe kujdesin e tyre në këtë drejtim tani, në mënyrë të tillë që ta përballojmë këtë situatë. Kujdes maksimal, por ama qytetari nuk ka pse të friksohet vezës sot. Apo jo? Këtu nuk bëhet fjalë për friksim. Nuk bëhet fjalë për friksim për arsye sepse nuk është një çështje që nuk ne na ndodh për herë të parë. Na ka ndodhur herë të tjera, kemi pasur janë marrë masa, janë ndërtuar programe, ka kaluar edhe bota e njeh këtë si smundje. 21 shtete. Tani që flas. Por e rëndësishme është vjen momenti tani që ne po kalojmë, vjen momenti tjetër si të përballojmë këtë mangësi të madhe nga pikpamja ekonomike, se nga pikpamja shëndetësore, nga pikpamja logjistike. Duket sikur jemi të siguruar, nuk do kemi siklete. Ne asnjëherë nuk jemi të siguruar përballë rrezikut, nëse ne nuk jemi të vëmendshëm. Por ama më e mirë është bërë në momentin e vështirë. Por realisht unë doja të rriqja vëmendjen veçanërisht të fermerëve, të sektorit privat, veçanërisht të veterinerëve privat, zoteknikëve dhe të gjithë atyre që marrështrojnë shpend, të jenë të vëmendshëm sepse rreziku nuk ka kaluar dhe gjithmonë ky ka vetëm një ilaç, parandalimin. Biomasat i përmendni. Masat e biosigurisë. Të lutem, ka rëndësi shumë parandalimi dhe fundi nuk është mjekim nuk ka, fundin e ka tek azgjësimi. Nëse ne nuk do e parandalojmë, do e azgjësojmë. Por po kaluam tek azgjësimi, shumë i lehtë është parandalimi, shumë me më pak kosto është parandalimi, se sa azgjësimi. Do flasim edhe mund të bëjë një ndërhyrje të parandalimit? Po të lutem, se jemi në momentet e është një sëmundje e cila është shumë e vështirë për të parandaluar, pikërisht se shkakun e ka pikërisht e shpendët e egër dhe migrator. Janë specie të cilat jo flas parandalim të dëmit, jo parandalim të sëmundjes. Parandalimi të dëmit do të thotë që ne të jemi alert, të jemi të kujdesshëm, të informojmë në kohë, të jemi në kohë prezent në 24 orë për 24 orë, në mënyrë që të mos na zgjerohet gama, të mos na zgjerohet perimetri. Ky është parandalimi. Në këtë prizmë flas, nuk flas për parandaluar sëmundjen, flas për parandaluar efektet ekonomike, efektet negative ekonomike që ndodhin në këtë rast. Dhe mandej do flasim pastaj se ç'duhet të bëjmë në këtë drejtim dhe për këtë jam sonde këtu që çfarë ne do bëjmë për ta minimizuar këtë dëm ekonomik që po na ndodh dhe çfarë masë duhet të marrim. Do flasim gjatë në pjesën e 2 dhe të 3, po ndërkohë doni të thoshit diçka. Po, diçka që do të shtoja. Dhe pastaj profesorisht. Duke qenë se jemi tek produkti vezë dhe pak shkurtimisht se jemi në 2 minutat e fundit. Pasiguria nëse kjo vezë është azgjësuar apo ka dalë në treg, doja të shtoja edhe diçka tjetër. Para për këtë rast jemi të sigur që gjithësasia është e bllokuar dhe asgjë s'ka dalë në treg. Si thua edhe nga përfaqësuesja e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit. Doja të siguroja gjithashtu që edhe nga këto 21 shtete të cilat janë aktualisht të prekura, vendi jon ka urdhrat e bllokimit për ndalimin e importit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, jo vetëm që nuk kemi rrezik aty ku prodhojmë vezë ne vetë, por edhe të marrin vezë nga importi, apo mish shpendi nga importi, nga këto vende të infektuara, ju i keni bllokuar. Po e kemi bllokuar. Pra nga të 21 shtetet e tjera të Evropës që
janë me vatër epidemike të gripit të shpendëve, ne nuk marrim as shpend, as vezë tani që flasim. Po, sigurisht që bllokohen zonat të caktuara, pra po më themi që nëse marr për shembull bllokohet Bavaria dhe jo e gjithë Gjermania. Po, zona ku ka epiqendra e shpërtimit nga ajo zonë neve gripit shpend. Po, jemi të sigurt që nuk pranojmë të marrim ngarkesë. Kjo është shumë e rëndësishme, faleminderit që e theksuat. Ndërkohë nëse kishit diçka profesoresh, në rënd se jo diçka të specifike, po marrim pak minuta pushim për mesazhet publicitare, më njëherë do t'i kthehemi pjesës së dytë të bisedës sonte.